Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidenti Vjosa Osmani në një intervistë për BBC-n ka deklaruar se Kosova e di se si arrihet paqja, duke u bazuar në përvojën e saj historike dhe rolin vendimtar të bashkëpunimit ndërkombëtar. Osmani tha se ndërhyrja e SBA-s me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve demokratike i hapi rrugë paqes, lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, duke theksuar se sot fëmijët e Kosovës janë brezi i parë që nuk e ka njohur luftën. Ajo theksoi se paqja kërkon veprim konkret dhe jo vetëm rezoluta, ndërsa nënvizoi nevojën për mekanizma të fuqishëm ndërkombëtar për krijimin e paqes. Presidentja Osmani është njëra nga 19 nënshkruesit e Bordit të Paqes, iniciative presidentit amerikan Donald Trump për stabilizimin e Gazës. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se nga sot në orën 12 do të ndërpritet qarkullimi i kamionëve në të gjitha pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas QKMK-s, masa lidhet me protestat e paralajmëruara të transportuesve në Serbi dhe rajon, si reagim ndaj sistemit të ri të hyrje-daljeve në Bashkimin Evropian. Ndërprerja pritet të zgjasë deri në 7 ditë dhe do të ndikojë vetëm në transportin e mallrave, ndërsa autobuset dhe automjetët personale do të qarkullojnë normalisht. Gjykata themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji për 23 të dyshuarit në rastin e manipulimit të votave gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të dhjetorit. Pas 4 seancave të ndara, prokuroria kishte kërkuar paraburgim për shkak të dyshimeve për vepra penale si falsifikim i rezultateve të votimit, kanosje dhe rishfet. Gjykata bëri të ditur se masa për 21 të pandehur mund të zgjasë deri më 23 shkurt. Sipas prokurorisë, komisioner në qendrën komunale të numërimit në Prizren dyshohet se kanë devijuar rreth 70.000 vota në koordinim me përfaqësues të partive politike, ndërsa rasti është pjesë e një operacioni të gjerë që përfshiu mbi 100 persona. Ndërkohë në qendrën e numërimit dhe rezultateve, po vazhdon rinumërimi i flet votimeve për votat e kandidatëve për deputet. Bëhet e ditur se deri më tani janë rinumëruar mbi 67% e vendvotimeve, ndërkohë që sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi është përmbyllur plotësisht në 23 komuna. 76 ekipe me 250 numërues janë çdo ditë të angazhuar deri në orën 24 për rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi vënë pas se po bëhet përpjekje maksimale që gjatë javës së ardhshme të përmbyllet rinumërimi në të gjitha vendvotimet, që do t'i hap rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Avdullah Hoti ka njoftuar se do të kandidojë për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvendin e partisë që do të mbahet më 31 janar. Hoti ka theksuar se synon ringritjen politike dhe organizative të LDK-s përmes një procesi gjithëpërfshirës, transparent dhe të bazuar në merit, duke e kthyer partinë në alternativën kryesore qeverisë në Kosovë. Ai është zotuar se në këtë moment vendimtar për LDK-n dhe Kosovën me përgjegjësi të plotë do të marrë barrën e ringritjes politike dhe organizative të partisë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.